Gjatë ditës së djeshme, SPAK zhvilloi një operacion kontrolli në burgun e Durrësit duke synuar intensifikimin e parateve telefonike dhe sendeve të ndaluara brenda qelive të ndaluarve. Burimet pranë strukturës speciale bëjnë me dije se kontrolli ishte fokusi kryesisht tek qelitë e Ilir Beqajt, kryebashkiaku të Tiranës Erion Veliaj dhe Aurel Sarkës. Prokurorët e SPAK-ut kanë kërkuar gjithashtu nga policia e burgjeve listën e plotë të vizitorëve të Veliajt gjatë periudhës që ka qëndruar në izolim, si pjesë e hetimit për pamundsinë e përdorimit të pajisjeve të ndaluara brenda institucionit. Ky veprim vjen pas tensioneve të shfaqura në procesin gjyqësor administrativ, ku Veliaj kishte ngritur akuza publike mbi lishmërinë e emërimit të një prokurori të çështjes, duke shtuar edhe më shumë vëmendjen mbi hetimin dhe kontrollin e autoriteteve. Ekspertët e drejtësisë vlerësojnë se ndërhyrje të tilla janë zakonshme kur ka dyshime për përdorim të pajisjeve të ndaluara në burgje, sidomos kur janë të përfshira figura publike, duke synuar garantimin e lishmërisë dhe mbikëqyrjes së rrep të personave të ndaluar.